Edhe që të masaj e njëjta është krahasimi me psikologun për shembull. Një psikolog që mund të shku me fol ti direkt, edhe mundësia unë me fol me ChatGPT që i ka menimet e 500 psikologa, 5000 psikologa, 10000 psikologa botror, një është në Zimbabwe që ka përvoja të ndryshme, një është në Kinë, një është në Palestinë, një është domethënë në Suedi, nuk janë grupe. Mirë, apo do me hitash, okay, po. Po unë jam individ, unë nuk më kon si kriz shqiptare të tjera. Po, ama do më thonë ti, apo pretendon që psikologu ka me të trajtu ty bash individualisht, edhe psikologu ka me marrë me paterna. Psikologu a merret me paterna? A ti bën një 20 pyetje në fillim? Psikologu fokusohet gjithmonë në individin. Do më thonë në individualitetin edhe të kuptimet që ai ka. Nëse një klient, shembull për marr, vjen te unë, edhe është unë shihna, do më thonë bazë veshjes që unë jam besimtare, muslimane. Edhe vjen një person i cili është aut, për shembull raste që më kanë ndodhur që në Ramazan pin ujë. Edhe ndihet keq se din që Ramazan po sagjeron. Tash unë trajtimin e vazhdoj në bazë të botkuptimeve të personit, jo në bazë botkuptimeve të mia, se për mua me pi ujë në Ramazan nuk ka normale. E pse po mendon ti që inteligjenca artificiale ka me dhënë botkuptimin e vetes, ka me dhënë botkuptimin e psikologëve të bashkuar? Mendoj që ka me jap mendim të përgjithshëm shumë. Jo. Po du me ta kundërshtu me argumente specifike. Një person e ka pas një smundje patologjike diçka, nuk më kujtohet lloji i smundjes që ka pas, edhe u shku te 5 specialista në Amerikë, të 5 nuk kanë pas përgjigje për të. Kur u hin me inteligjencë artificiale, ja ka kallzu simptomat, mbas simptomave domosdoshmë ka kuptuar që ka një lloj kanceri diçka specifike dhe u shku mu trajtu me të. Tash domethënë dallimi që ka me kon mes psikologut individual njerëzor edhe inteligjencë artificiale ka me kon veç që kjo ndjenja që të tjetëri kime gjithë dëmshurinë. Domethënë nëse vitet ti mënesh me pasën konsiderat që unë ka këna keq edhe pak me ma ditë hallën, për ndryshe ka aspekti pragmatik i matjes sceneve, statistikisht, domethënë edhe nëse e merr sociologjinë, psikologjinë, antropologjinë, që to nëse i lojna që janë shkenca shoqërore, në fund për me mujt me nxjerr rregulla, neve na vjen statistikisht me nxjerr rregulla, apo me dhona. E dhonat apo domethënë kthehen në shkencë dhe kthehen diçka eksakte e cila fort mirë i përshtatet inteligjencës artificiale. Jo, te dhonat jemi okay, domethënë normal, ajo është pjesë. Po te pjesa e, domethënë çfarë idesë së trajtimit, ndoshta ju nuk e keni menduar mu trajtu komplet. Ajo mundet me parandalu, se secili mundet mi pas një moment kur ka nevojë me diskutu me dikon. Për shembull, vish me ndoni shqetësim të vetin, nuk është që pret feedback, vish don një mendim, një shqetësim të vetin mi ndo. Dhe që aty jemi në rregull, çka ti thot ChatGPT-ja mirë është, por ti po ku po shete problematike ChatGPT-n? Problematikën pisho, domethënë çaj krijimi i çati interaksionit pa emocion me dikon që nuk shfaq emocion. Domethënë emocioni nuk është vetëm shkrim. Po pse më vjen emocioni jo ti si psikologe, pse profesionale? Kur vjen me lyp personit, jo. Po jo çone, pelona unë jam paciente. Personi që përball me. Që unë jam paciente. Ti je domethënë psikologe, përshëndetje. Çka më vjen mua me konte emocionale në rastin e zgjidhjes tam. Unë jam të e pas në OCD. Unë kam OCD, edhe ti ki domethënë 500 raste para me OCD, apo? Po. Çu shumë trajton ti mua? Si drilon. Jo si ato 500 raste. Po ti s'ki qare pa më trajtu mu si ato para praket. Unë nuk po jo të gjithë i kanë OCD-n, domethënë të bazuar në situata dhe çështje të njëjta. Relativiteti është shumë më i vogël se sa objektiviteti i problematikave. Domethënë që te definoj për shikues pak më mirë që mos bëhet domethënë as komunikimi shumë profesional. Unë po them, domethënë problematikën e OCD-s e kanë edhe po thojnë edhe 5% kosovarëve se jona, po qita i kanë simptomat përafërsisht njëjta, janë F42, F45, e kanë domethënë një F e kanë përpara. E për shkak që është subkategorizuar një smuje, që ky person nëse trajtohet me ilaçe specifike, me trajtesat specifike, me protokollet psikologjike specifike, shpresohet më shumë, apo? Tash po të befasoj që po di për psikologji më shumë se sa që ke prita. E tash për shkak që ky protokol zbatohet te 500 tjerë, 5000 tjerë, inteligjenca artificiale thotë në bazë të dhënave që i kam unë, ti i ki 4 rrugdalje. I ki rrugdalje 1, 2, 3 dhe 4. Deri çtash. E poshtë një farë postimi shumë provokativ. Theke aty në mjekëve që kimi ja besu ti nesër shnetën, janë të i kry testet me ChatGPT. Kështu që domethënë e ardhmja detyrimisht domethënë është ngarkuar me inteligjencë artificiale, po unë vlerën e njeriu si njeri mendoj që ka më shku të rrit. Kjo është temë tjetër, po te profesioni specifikisht domethënë te shërbimet që kanë me sipas po them apo po bëjmë diskutim podcast, ti po parashet që do të gjithmonë psikologu me pas
parasysh edhe aspektin emocional të personit që trajton. Trajtuesi do të më konë emocionala? Energjia është patjetër. Okej, tash energjia, Do të thonë është pjesë energjia, është diçka që duhet me ekzistuar dhe ekziston në terapi. Ekziston edhe duhet me ekzistu për me pas rezultate. Gjitha? Gjithmonë, pa që ato ti nuk i qysh me pas sukses, nuk është në terapi me psikologun, nuk është ideja ti sa libra i ke lexu. Po? Ku është vlera psikologut? Vlera psikologut është të një zhvillim akademik i mirë, bazë e mirë, të trajtimi i vetes e dyta është tepër me rëndësi, e trajtimi i vetes, lidhet automatikisht me çdo që ti ofron, se një psikolog i pa trajtuar mirë, nuk mundet me ofru. E trajtimi i mirë është ajo energjia, kur ti e jep, që ajo empatia që ti e ndon deri në një kufi të caktuar gjatë seancës, ta jep rezultatin edhe suksesin. Tash, që tu pika kyçe që çysh e jep që ato ChatGPT-ja? ChatGPT-ja shkon ka zgjidhja. Ku shkon për shembull? Okej, që OCD ndej ku piçon. Abden, nëse unë nuk jem tu e kuptuar ose nuk po me pranu diçka që për një ka me ndodhë dhe mundët më ko një... OCD në fund e zgjidh me antidepresant. E merr antidepresantin edhe vazhdon jeta. Edhe kur i ndërprejnë? Ndërprejnë kur do që të thot ChatGPT-ja.